Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pse më ke degeneruar para gjithë Shqipërisë? Egli kërkon llogari Gjestit. Pavarësisht se patën një darkë sqaruese, Egli Tako nuk e ka lënë me aq përballjen me Gjestin pas spektaklit të dieshëm. Në një diskutim të tensionuar, Egli kërkoi llogari për veprimet e tij, duke akuzuar se e ka turpëruar përpara gjithë Shqipërisë për shkak të gjërave që ajo pa gjatë kohës që ishte jashtë shtëpisë. Pse ke bërë gjitha ato budalliqe? Nuk i ka merituar të më marrësh fytyrën para një Shqipërie, pikërisht mua që nuk të jam prerë kurrë në besë, tha ajo me tone të larta. Gjesti nga ana tjetër u mundua ta qetësonte duke e thirrur me përkëdheli dhe duke i premtuar se gjithçka do të sqarohet kur të dalin jashtë. Po pse më i zemër, shprehet Gjesti duke thënë, ki durim sa të dalim jashtë, aty do më njohësh vërtet.